Unë habitem me njerëzit kur mu mundohet me më dhonë një kafe, unë kam informata si me babën e vetë s'fol. A i mu më ep kafen për politik, ka dhe një gajle diçka. Ti ta ep një kafe, filanit, me kitë mirë, me babën si kam punë mirë. Ose e vajza, me kitë shoqet e veta, ka ko. Kur e cek e porë që atë bashkë du me cek në podcast. Hoxha, e dëgjova Hoxhën Bezhet Dërnjani, një ditë e kom bo princip, mës me pi kafe me ato që e di që nuk folin me babën me nonë. Po, unë e përkroj Hoxhën Bezhet. Allah hiç përbleft, Hoxhë Bezhet Dërnjani. Shumë interesant. Pa mund mi ne kret me bon këtë, ato duhet mi largu. Nuk mundet e me babën e vetë, mes me foli me qeni mirë me ne. Nuk mundet, si në më e mend. Me arte Hoxha me pi kafe. Po, nuk mundet me qeni mirë e me dunjan, nëse me babën e vetë nuk e mirë. Ai nuk mundet babës vetë me tregu gabimet. Çka ka thonë për Islam? Kur ka shku ki ka thonë, ja Rasulullah, po unë e kam punu, unë e kështu, unë ashtu, ka dosh pasuri për pasuri. Muhamedi Islam ka thonë, ente wa maluk e liebik. Ti, komplet, edhe pasuria jote janë të babës tante. Hec. A mi qartë. Ki pato që i gjemte, njoni kam punu më shumë, baba më ka da pasurin, s'ma ka thonë mu, unë e mendoj që më ka hinë në hak, pa baba edhe nëse në të ka hinë në hak, baba jo të ka hinë në hak. Punë më. A jam i qartë. Shumë. Tash baba, nana nuk krahasohen me botën. Sa i kanë, alhamdulillah që e ka kjo, edhe me nënsmu, bile nanat ka nënsmu, e ju dykës tjetër. Mos e berë punën vajza, me të nënsmu dykës tjetër. Ruje vetën, mbroje vetën, ban sabër dhe durim. Ama nana, edhe për qef, me të thonë në fjallë, thuje nan halal e ki, deri sa të vdes, çka të dush thuj halal e ki. Kështu vajza dhe djemë du të me tjenë. Me nanë dhe me babën.